të shqetësuar me Trumpin janë edhe udhëheqësia e Shqipërisë, nëse keni ndjekur profilet e Sali Berishës, e Elisa Spiropalit, e Vjosa Osmanit, e të tjerë, ta pushtetarët shqiptarë nga Shqipëria deri në Kosovë, ishin të tërë që u sulën turrabrat duke përshëndetur Trumpin për aktin terrorist dhe ilegal që i ndërmori kundër Venezuelës. Dhe do ta dim që Sali Berisha, i cili është non grata në Amerikë, ai është konsideruar pak a shumë vetë sikur të jetë terrorist sikur Nicolas Maduros, edhe Edi Rama, i cili nuk është i sigurt nëse amerikanët do ta lënë gjallë apo jo, apo do ta fusin në burg me Erion Velin. Të gjithë pushtetarët shqiptarë janë të trembur nga ato që shohin nga amerikanët, por nga frika që kanë dhe nga servilosja, të cilën e trashëgojnë që në kohën e komunizmit, kur ta persona njerëz sikur Rama, Berisha i serviloseshin Enver Hoxhës e të tjerë, me këto përshëndetje që i bëjnë krimeve që bën administrata amerikane, tregon frikën që ata kanë dhe që thonë, inshallah nuk na ndodhe dhe ne ajo që i ndodhi Nicolas Maduros.